Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar ngriti një sër problematikash të sistemit gjyqësor që sipas tij çuan në vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Berisha tha se në vitin 2020 me vendim të Këshillit Ministrave siguria e gjykatave kaloi nga policia e shtetit tek policia e xhepit duke u referuar policisë private. Dhe në sallën e gjyqit u shkreh një batare kundër një gjykatësi sikur t'ishte në mes të rrugës, sikur t'ishte në një shesh, në një kafene, po jo në një institucion shtetëror. Me një vendim të datës 8/7/2020, Edi Rama ka anulluar vendimin e mëparshëm të qeverisë të datës 28/4/2010, i cili ngarkonte policinë e shtetit përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e gjykatave. Vendimi është i datës 28/4/2010, siguria e gjykatave dhe prokurorive nga policia e shtetit. Edi Rama e kalon këtë siguri nga policia e shtetit tek policia e xhepit. Merr vendim me datën 8/7/2020, vendimi numër 538, ku ja u heq sigurinë, ja u dha patronazhistëve, policisë patronazhiste dhe policisë xhepit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuza ndaj KLP-s dhe KLG-s për korrupsion. Berisha tha se 80% e prokurorive dhe gjykatave nuk kanë drejtues, pasi këto vende ruhen për patronazhistët ose kandidatët duhet të paguajnë para për këto vende. Ju nuk mund ta imagjinoni se çfarë pengu është sot ai që quhet sistem drejtësie. Ju keni ndigjuar dhe keni lexuar se 80% e prokurorive dhe gjykatave nuk kanë kryetar. Shikoni korporatat e turpit. KLG-ja dhe KLP-ja, qeveritë kushtetuese të tyre, nuk e mbrojnë kryetarët. Pa e dini pse? Motivet janë ultra korruptive. Ose se ata që plotësojnë kriteret, sepse kushtetuta ka përcaktuar kritere për të qenë kryetar, 8 vite apo 10 vite punë nuk i kam parasysh, po ka kritere, nuk plotësojnë kriteret, ose ata i plotësojnë kriteret, po duhet të paguajnë qimet e kokës për të marrë atë vend. Dhe sfundi, ato ruhen të gjitha për patronazhistët, të cilët nuk kanë bërë 8 vite në sistemin e drejtësisë. Shikoni se çfarë kapje të tmerrshme i kanë bërë drejtësisë. Kryedemokrati deklaroi si një tjetër arsye është edhe stoku i dosjeve që sjell vonesa deri në 20 vite në shqyrtimin e çështjeve, si dhe gjuha e përdorur nga Rama kundrejt gjyqtarëve.